Ju s'do bleni kur naftën më shtrejt se Macedonia apo Kosova. Në 100 dit energjia do ullet në 7 lek. Tarifat e ujit do të përgjysmohen. Në 100 dit çdo biznes i vogël do paguaj energjin jo 18 por 6 lek. Çdo biznes i vogël do paguaj hapësirën publike jo 1500 por 120 lek. Çdo biznes i vogël do ketë për tavan për të vëshëllët atin fitim jo 120.000 euro por 180.000 euro. Çdo biznes i madh të atin fitimi 23% do la ketë 10%. Çdo qytetar me rrogë bi minimalen të atimin miftarat personale do e ketë jo 23 por 10%. Çdo rrogë do rritet 13% brenda 100 ditëve të para. Fermerë të Dibrës, me 11 maj, kërkojmë nga ju 100 dit, në mënyrë që ju të merë një ato subvencione që merë fermerin Macedoni, të merë një ato subvencione që merë fermerin Kosovë. Miq, një fermer në Kosovë merë 500 euro për mbjelljet një hektar grur. Merë 100 euro për plehun kimik që përdor për grurin. Merë 53 euro për naftën që paguën. Për çdo kilogram grur, për prodhim 35 kuintal merë 1035 euro. Pra, fermerin Kosovë ja paguën qeveria 70% të kostos prodhimit. Kurse këtu as 10% nuk ju paguhet. Do hiqet. Çdo lloj kriteri absurd që përjashton nga subvencioni të gjithë Shqipërinë, veri lindore dhe jug lindore. Sepse duhet kenë 1 hektar, sepse duhet kenë 10 koklop, për çdo koklop, për çdo dynym, për çdo fidan të mbjell, do keni subvencione. Për çdo një miq, ftoj bizneset e Dibrës të japi 100 dit, ta provojnë, se si pas 100 ditësh, taksat për ndërtimin do ulën 10 herë.